Këshia e drejta çdo njeri është me jetuar pa marrë parasysh çfarë sfej takon. S'kem diskutojmë për atë punë. Na s'kana ditë me këshirë këshien me sy katolika musliman, vetëm sjelljet e tina dhe respekti. Na kemi jetu në pak manal atje, kemi pas pozitën më të mirë në fshat, kanë orë shamull mesht e tyne, i kalon veturat me muj, kanë esi, ka zonë shiu bora, s'ka pas rrugë mira, nuk i ka prekër, i kanë respektu skurtunët. Unë personalisht punoj në për ta, punoj shumë, jam si shpetem. Ndohet për shembull, janë do familje kanë respekt jashtëzakonshëm, më ushtojnë, rrihollë drek. Ba, kia shumë e ndodh ai bën kryq, unë e bëj bismillah me një tërvesi, s'na pengo kur gjë. Kjo harmonia fetare është kom mendu që në Evropë ka po është rajsh, propagandë, nuk kesh harmoni fetare në Evropë, kom jetu dhe jashtë, që është na. Na kemi pos pak presion kur kemi dali pe fshatit, ku kemi shku në rafsht Kosovës, ku i kena domicasi, halla keni katalik brëse, besa na kam penguar në martesa, se t'jen katalik brusi ko kanë kret. Ai se ka llogarit që ka pos shkollë, slavën e ka pos në meq. Aty se ka bo men, për ne kemi pos një vallë presioni, por realisht, nëse ka harmoni fetare dikon kombros, nuk ka komens, diskutuat. Kemë na bajrame, 2 bajrame që i festojmë, se këta kanë festa pak ma shumë. Që të qenë shtetënore që janë pashkë dhe 2 festa i kanë këta, sëm pi moj mencëllat, po rojna edhe për bajram kena, dikush s'ka ku, po kur kem ku, zakonisht pa orë mesazhe pa moshme për festa tonë. Po e kom po mësuesin Ivan shpesh, po është i smuti, shka me shëndet nuk kom i kum dëgju tash, vjen që të kaljan punoj ke thash ku po shka ti që kena bajram, po ai gore me to po kaljan, tha jo tha si jam të shku me punu. Thash hajde një kulaj baklave, hona është të ma buni për ai bajram, po nuk diskutoj. Po vlla, nuk çore sa dush me pas pasuni nëse nuk vjet dikush më tin na bën mi aqit një bardhakush s'ka vlera, e dekon është. Ta komun veç për vjetit, ta nuk ko kultura jona. Na kena qemë në atrokin dhe na rritëm në musafer dhe këlla atje kur imi konje në ardhë, kemi organizu koncerte në shkollë për para bashkë me qëtelia, me nuk diskutuat e po, problemi ma i malë që na pakue. Unë e kam vlavin hush në Labjan që të është, unë i shërbej gjanë minës, që 10 vjetë pas trej, ma e mbën boj. Ma shumë e dojnë hoxhin ata se priften, se në bile freke po tani asë, po shka u bobe kjo hoxh, hoxh po juni, ka tuni të më. E respektojnë shumë hoxhin, nuk ka, ne dojnë respektojnë përgjësi. Edhe kur ka mësimi, ndimun e ju ndimon, ka nevoj.